Në shenjë nderimi dhe vlerësimi për sakrificën, vuajtjen dhe mundimin në kushtet e regjimit komunist, Bashkia Mirditi akordoi certifikat mirënjohjeje kardinalit Ernest Simon Troshani. Titulli u dorëzua nga kryebashkiaku Albert Mëlyshi në prani të 10 besimtarve pas përfundimit të meshës së shenjtë në katedralen e Rrëshenit, e cila u drejtua nga kardinal Troshani. Me lejoni që në tuaj, në emrin e mirëfitorëve, t'i akordojmë sot eminencës i kardinalit Ernest Simoni Troshani. Një çmim shumë të vogël krahasim me gjithë sakrificën, vujtjen, por edhe me nderin që kardinali ka bërë Shqipërisë dhe po vazhdon të bëjë Shqipërisë. Certifikat mirënjohje i jepet shkëlqësisë së tij kardinal Ernest Simoni Troshani. Në shenjë nderimi dhe vlerësimi për sakrificën, vuajtjen dhe mundimet në bugjet e regjimit komunist. Tempull shpresje dhe beslidhje midis njeriu, besimit në Zot dhe atëherë. Martiri i gjallë, simbol i urtësisë dhe qendresës. Bashkia Mirditi. Në fjalën e tij gjatë meshës së shenjtë, i peshkvi i Rrëshenit, Monsignor Gjergj Meta falenderoi kardinalin për praninë e tij në Mirdit, në këtë tokë të përgjakur që sipas tij është ruajtur besimi. Faleminderit që ke ardhur në Mirdit. Faleminderit që ke ardhur në Shën. Në këtë tokë të përgjakur, por edhe në këtë tokë ku është ruajtur besimi, edhe pse me shumë vështirësi. Prandaj eminencë, ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë popullit Mirditës, në emër të gjithë diocezës së Rrëshenit që jeni këtu me ne. E na prini në këtë meshë të shenjtë. Gjatë ritualit fetar në Rrëshen, kardinali Ernest Simon Troshani përcolli mesazhe vllazërie, paqeje dhe besimi të palokundur në Zot.